Allah i Leganea u ka të veni nati. Qysh pse? Që të ka qit ylli prej loje. Kur i thesha se që kjo Gania është kam dhimet, se kërkon nuk është ka mundet më bura hat, po besoj për e kuptojni se për shka kom pas fjallën. Kështu që edhe sot po flasin për firmën VIP, besoj që po dijet se Gania ka të ru në firmën VIP, po gjëna se veç 2-3 javë dhe tira me nejt. Krye fermeri, pra Limi, i dërgoj në televotim 5 persona, ose për ndryshe për herë të parë 5 djem. E që kur e pyetën se pse këtë zgjidhje, nuk diti me tregu pse. Bilet kishtë thonë që me njanin për qita e po du me qitë qita, po asë që sen nuk diti me bo, po nejse gjithësëse si zgjidhje ke e qëllume. Në televotim kanë 2 Kosovare, si çdo herë, kur në televotim jënë Kosovarët, atëherë njani gjithësysh ka me lëngarën. Kështu që kur u pyetën banorët se kush menoni që ka me dalë prej firmës kësaj radhe, se hala kena me të Big Brother të kesh të thonë prej shtëpie, thanë që ose ylli ose Gania, kështu që si përfundim prej firmës dul Gani Gërmia. Po jo rastisht i ato e komentu, se në Big Brother VIP Kosova, prej gare su pat eliminu pse u kun konsumus i rregull të alkoolit, ose për ndryshe abuzues me alkohol, që që të ishin ata, e këtu, kur dol tha që dola prej firmës se one nuk muna me nejt pa cigare. Arsye tim koti. Tash, nuk pedia ka met ylli brenda lojës, pse është punëtor, se për një merë nëse nale që analizën lojën e firmës VIP, po të bëjke me menu që aty rrinë veç njerës që e meritojnë. Të pas parasysh që ylli, gjatë qëndrimit ti në firmën VIP, gjatë gjithë kohës është tepër shumë aktiv, dhe më thonë gjithë se cilën punë që ja dhojnë me bo e bën, nuk i thët asë një punë e jo, e Gania valla pak ma demel, nuk i di ke punë të fshatit, kështu që po mdoket që si format maj qëllum se Big Brother, të e pas parasysh që krejt e dina që Big Brother rrinë ka pak me hatër, të një dikush e një personazh maj për foljune, po jo, krejt kina menu që Gania ka me arrit bele deri në finale, edhe pse para një javë dite ju thash që nuk e fiton kjo atë 100 mishe, po sa do kudo nuk e fitoj 100 mishën e a nuk arriti as me shku deri në finale. E çka po mendoni ju, cili prej lojtarëve, nëse jeni të e përcjell, e ka meritu ose është dashur me dalë nëse ju Gania?